takimet e kësaj fushate që është një fushatë zgjedhjesh në organizatë e partisë, por është shumë e rëndësishme që të mos jetë vetëm një fushatë zgjedhjesh të kryetarëve të organizatave, pastaj të kryetarëve të njësive, pastaj të kryetarëve të bashkisë, të partisë, por të jetë një fushatë për të folë me të gjithë socialistët kudo ku janë në radhë parë, pastaj edhe me të gjithë mbështetësit tanë në çdo komunitet në fazën e dytë. Besoj që nëse do mundoheni pak të kujtoheni kur unë thosha që do mbyllim negociatat në 2027 dhe do antarësojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian në 2030, thoshin që ky i sajon këto nuk qëndrojnë as në qiell as në tokë, ku e di ky, si i dy ky, kjo është gënjeshtër etj etj. Ndërkohë që pastaj doli që s'ishte fare një sajes apo një opinioni imi, por ishte, siç unë thosha, një marrëveshje me Komisionin Evropian për të ekzekutuar një kalendar pune dhe për të kryer detyrat e shtëpisë ne si Shqipëri me një ambicie të madhe edhe me një plan shumë ambicioz që përfundon në 2027. Dhe pastaj mbasi negociatat 2027 përfundojnë me Komisionin, mbetet koha rreth 2 vjet për të marrë miratimet në parlamentet e vendeve anëtare, sepse gjithë parlamentet e vendeve anëtare duhet shprehen për një antar të ri. Dhe kështu shkon me një llogari edhe të çfarë mund të ketë në ndërmjet në 2030. Dhe faktikisht e vërteta është që ne i kemi hap të gjithë kapitujt e negociatave në një kohë rekord që ka ardhur edhe si rezultat i punës tonë, po edhe si rezultat i gatishmërisë tyre, se duhet të thënë dhe kjo. Sepse procesi i zhvillimit marrëdhënieve me Bashkimin Evropian është një proces ku nuk ka rëndësi vetëm se çfarë bën ti, po ka rëndësi edhe se çfarë duan ata. Dhe sa janë ata të gatshëm që